E gjithë jeta e tij kishte kaluar larg Zotit. Ishte mbi 70 vjeç. Asnjëherë nuk fali namaz, nuk agjeroi, nuk u pendua. Ishte njeri që kishte fituar para, kishte udhëtuar shumë, por zemra ishte bosh. Kur e vizitova në spital, e gjeta të shtrirë, i heshtur. Kishte vetëm pak ditë që kishte marrë lajmin se sëmundja ishte e pashërueshme. Ai më pa drejt e në sy dhe më tha me zë të ulët: "E di që Zoti ekziston, por kam jetuar sikur nuk ekziston." Pastaj kërkoi Kuranin, ja solla, e vendosa pranë tij, e përqafoi sikur ishte diçka që i kishte munguar për vite të tëra. Ai nisi të qaj, lot të sinqert, të thellë. Tha: "Më fal, o Zot, më fal që harrova, më fal që e lash zemrën time bosh." Pas 2 ditësh, ai dha shpirt. Ishte natë. Po lexonte një ajet nga Kurani dhe fjalët e fundit që dolën nga goja e tij ishin: La ilahe illa Allah. Vdiq duke e kujtuar Allahun, vdiq i penduar, vdiq i pastruar nga lotët. Ky është mëshira e Allahut. Ai nuk të refuzon as në fund. Dera e tij është e hapur deri në frymën e fundit. Dhe ti që je gjallë, pse po pret? Mos e shty kthimin tënd. Allahu të pret.